10.887 km2 në Kosovë nuk na ka ndalë me bëj intervistë, do është marrë me bon në Zvicër me Genta Ismailin, njënën për mikeve dhe artisteve tona më të mëdha që i ka krejt shqiptaria Gent, mirë se gjitha në Zvicër. Mirë se erdha. A ke minut që nuk gjoja, qysh është halli? Po. Po, gëzuar mas pari me ujë rrugove. Po, në që nuk është fat me bo gëzuar me ujë, po njerëzit e mirë bojnë gëzuar edhe me ujë. Njerëzit e mirë bojnë gëzuar edhe pa ujë hiç. Do bish me gota kështu. Gëzuar Genda. Bëf mirë. Obligë dashur jemi. Faleminderit shumë. Jena në Zvicër, në cilin qytet kështu saktësisht spedi, po ndoket Argau, nëse në zgaboj. Korrekt. Afër Argau. Asona se spedina ku jena. Po nuk jena të këtu i Adem sa, se nuk jena të këtu në fakt. Nuk kemi Zvicër. Edhe adem sa, se jemi artist edhe kemi punë tjera. Neve zakonisht kemi njerëz për radhë të cilët na ndihmojnë edhe na kallëzojnë ku jena, na çojnë dikon. E vërtet. Kështu që andaj edhe ky informacion nuk është edhe shumë i rëndësishëm. Nuk e vërtet. Tregom ku jemi Gent. Vallajnë që me ty bashkë këtu edhe po më duket si ondër në fakt. Do të thonë ke lind në Gjilan, nëse nuk gaboj. Lindën jam Gjilan, po. Ketu në Amerikë, Niko? Kur i kom po 2 muaj, jam shku në Amerikë, po. Sabi, që thojnë. Sabi, 2 po. muaj. A të kujtohet ku i shku? Po. Më kujtohet se kom pa një fotografie, kam. Dë vogël. Në aeroplane kam një fotografi, bile jam me një kran të i krejt flokët. Brushë, të janë dukon, kësi. Jo, valla, i shkon asë që ta piratët. Okej, kraon një ta piratës. Okej, so këtu në Amerikë? Në Amerikë kom jetu Shkoja hajde. Shkoja hajde, kom jetu të një kohën. Gjyshi jam ka shku në 60-ave atje. 60, vite 60. Po, njerë ka ndalë në Itali. Po. Mas në Italijës kam pas shok në Amerikë të cilit i kanë marrë prej Italijës i kanë që gjyshin tem në Amerikë. Veç jam të e paramëndu që fa ndryshime konë, vite 60 me shku prej Kelonit edhe ka qenë, se dia guxojmë ja për me ndemre. Guxon, qka dush guxon këtë me bo? Këto e di që guxoj, për se dia më lejohet. Okej, nuk e lejohet. Me përmend emra. Nuk e lejohet, pa emra, mirë. U ktheve në Kosovë. Po. E fillove muzikës. Po. U bone shumë e suksesshme. U bone, kur u ktheve ti, u bone këngëtarja ma kërkuar në këtë trojë shqiptare. A kam gabim? Jo, thoj. Bravo. Erdhe me një farë ndryshimi të madh, ndryshove këtë skenën, ndryshu këtë estrada, ndryshu këtë ritmi i punëve, i muzikës, me një farë dinamike, me një farë tornado, kështu, një farë rakete, erdhe pe Amerikës të e shpërthejeve këtë skenën Kosovare. Po, ashtu ishte. Gjatë e ki mojtë, do më thonë ti i ajo Genta që e dëmë publiku dhe i jep shpirt edhe kongës edhe me energjinë tonë që e ke prunë skenë ti, atëherë u konë një farë risie e modhe edhe një farë freskie e modhe për krejt estradën edhe industrinë e muzikës. Është e vërtet, unë kam shumë me folë për muzikën tem, eksperiencën tem 21 vjeçare në skenë, edhe nuk se di sa nga del ko për këtë intervjis me folë. Në këtë intervjis kena me vazhdu dhe atje kësë me Kosovë në Prishtinë. Ka marrë Genta në studio dhe me nga të regu. Po që gjitha këtë që i tha, janë në fakt vërteta se kanë qenë edhe fjallë në për gazeta, në për portale, se cilat janë folë. Një uragan, një kështu, një ashtu, një kështu, një... Aty nuk ki pasa me folë, visë në shohë dhe këqyrë dhe ndëgjohë edhe... A e din që e kom dit me nda, nuk kom kam bu për shtypje këto thanja. E di, normalisht. Se mësosh, po është i mundaj ty në mandej. Jo që jo mësu. Po je konë që ashtu në mrena, në te i një. Po. Bravo. Prap, le Kosovë në farforme, po jeton jashtë Kosovës prap. Po. Pse pra Gent? Momentin kër e kom njoftu ustën, a i fillimi, a ke pa që shosht? Po, bre, që ata i fillimi të këput krejt. Edhe me jetu me një box, që shme thonë, me një karton tu, apo jetojmë qëto tu pomërës se vrenë. Në një therë. Në një therë, që shtojnë, po, se s'pidi këto fjallë populora, një man pak, atë. Bëstanin. Në një therë, edhe për që ato jam në Zvicër, po të kalzoj drejt. Në Zvicër jam, që 6 vite, 2 vjetë kom najtë në Amerikë. Okej. Derisa e ka ndërtu një kompani të vetën edhe buri jam. është dosh me najtë me 2 fëmija atje ona. Edhe pasi që aje ka ndërtu kompaninë edhe i ka bo gjitha kushtet për neve, na jemi këthy prej Amerikës edhe... Në Zvicër. Në Zvicër, po. E tash jemi... Edhe mangat Kosovës, edhe mangat Amerikës, më dash më këthy prap. Edhe mangat
Turqi s'po di që më thonë. Nuk është me rëndësi ku jetoj. Veç qysh jetoj me rëndësi është. Do thonë, veç qysh jeton. Po, qysh jetoj, me kone lumtur, me kone përmbushur, si njeri që kjo është me rëndësi shumë, e shëndetshme me konë, mos me pas në një problem shëndetësor, që kjo është shumë me rëndësi. Me ndorë se që shkanë thonë pleq, mas po isha alon shneta. Mas pari është shneta, nëse kemi ngu kur fjallë të pleqe, po... Për një me qashtu ishtë. Për një me qashtu ishtë. Shneta me rëndësi është. Me rëndësi shumë. Qysh ke mujtë me ruqit energji? Dhe më thonë, halaji qaja njëjta peqit një para shumë vjetëve, qaja gjenë. Me qatë energji, me qatë farë qiltërsie që e ki, me qatë qikën e mirë, me qatë qikën e kështu të hapun. Po më vjen mirë që po më jep këtë kompliment se... Ti që ashtu je? E di që e ku marrë gjithmonë edhe që kam komplimenti që më pëlqen mas shumë t'jo që kjo, as e bukur, as që e ke trupin e mirë, as që kështu po me këndu mire, kështu e kam komplimente mira, po janë sene që i di one. Qysh e ku mrujt këto është falë Zotit, tash po duhet me përmend Zotin e madh se fali komshi ti... A ti? Po. Edhe është familja jame, është rrethi jam, i cili më ka nimu shumë, është shoqëria ime e ngushtë, me të cilët janë prezente edhe tani. Sonte e ka ditëlindjen, po ma vonë ose në fund të pysim... Edhe ata më kanë ndihmu me qenë këtu ku jam, edhe çdo gabim që e kom bo, se kom dash me hynë në një rrugë që të gabushme, ata më kanë ndalu, edhe më kanë thonë kjo është rruga e gabushme, ti do shknena genta. Knena e ki venin ti. Andaj e kom rujt këto. është falë rrethit tim, familjes time. Fëmijëve të mi, a i ka ndaj vi, kjo. E pate pak një pauzë në muzikë? Po. Sa pauzove? Kom pauzu në koncerte, me koncerte 4 vjetë. Edhe ke zvoglu pak dozën e punës, do më thonë nuk e punu si ma herë. Jo, hecë, po. E ke zvoglu pak dozën e punës. Po, që kjo është, po. Pse? Edhe e mërzit, kër e ke zvoglu. Qëre, une, po, jo mërzit shumë, tepër, se s'ju mësu me pa, e di që jetu dash me mështi me kajt. Jo, pasha, o, pasha! O, pasha! O, mos banë, jo me kajt. Ja sonte, jo se ki ditëlindjen. Nesër me paskon nesër. More, une jo buri jam, mos haro. Me paskon nesër. Qëre, që kjo është artist, a më shë, kjo se den as kush e ka ditëlindjen, asiq. Po, ditëlindja burit është edhe jotja, dhe më thonë nuk ki që ka me diskutit. Jena lindë të ditë me një novë. Po pra, ditëlindjen e ka, se do shta mja boj surprizë për fund për nesër. Vështina me kesh vetën. Kalzëm, atë ka pengu që kjo, a i mërzit. Shumë i mërzit. Qka të mungoj ke mas shumë? Faleminderit që vështina me kesh, që je shumë i mirë. Me kajtë s'kene me kajtë sot. Qka të ka mërzit? Më ka mërzit fakti që s'ko mujt me qenë studio. One, kur t'jam studio, one ndihem e gjallë. Qa të jenë në element. Më re zamra ndryshe, e më kënon shpirti. Jam shumë e lumtur. Edhe për momentin po njëna mirë se i kam kamerat për ratë edhe të kam ty pranë. Kështu që ka të bëj me karierën ta me muzikë edhe andaj për njëna mirë. Po ti vetë karriera, dhe më thonë, ku e shenë një legendën e shenë një estradë vetë... Qërëm, afro këtu publik. Genta është nështë prej pak këngëtarëve që jeton vetë me një farë piste, nalet kur donë, niset kur donë, se ka asë një për para, asë një për mrapa. Dhe më thonë, niset vetë, lëfton vetë me karrierën e vetë, s'ka konkurencë, është... Ja, atë thashtë s'ki me kajtë? Alo? Jo, nuk ku me kajtë është më kujtu diçka kur ta në pistë, edhe nalet kur donë vetë edhe shkon kur donë vetë. Faleminderit Zotit që jam gjallë, faleminderit Zotit që unë e sot muj me hecë në kom të mija, edhe kjo. Edhe marshim. Bravo. Tha që je mërzit ka njerë kur si kon studio, kur... Po, e vërtet. Ke kënu. Do të bëni pyetje kështu, a këtësen në herë të shpia, këndon në herë të shpia, sikur kur jenë s'ken? Jo. Nuk ndodhë kja në shpia? Jo, kur. Nuk ndodhë? Jo, se mund është me tutë dhe burin ashtu. Mundet me pa onra, me qatë fërsi atë uraganin Katrina. Me bo një intervisti me burin tem, kanë me dhe krejt shqiptaria të kesh. Se, kena me bo kismet.
Po, bane edhe Kena për me ktheje bakës mërë. turqisht, po se di, ai kaqa me kallëzu për mu. Kaqa me kallëzu, a? Kaqa me kallëzu, unë kur tasi, ai vishë më këshirë shtë dhe, qa ka bon, se halas unë ka bon s'ken, Halas? halas unë ka po të përformu, Live kështu, a? as live, as kur gjo, kështu që ti që kjo është sot këto, Po. unë i kumë thonë, a din kush është ardhë këto? Kena me kall. Edhe ja kumë kallëzu në YouTube, edhe të kumë... Okej. Yeah, so he was like, wow, A ja okay. ke mësu gjuhën hala? Po, me di që ka thot ai. Ha? Okej, so agja jam është e martume me tezën tem. E tash, agja jam, vlo, dy motra me dy vlazën. Me dy vlazën, po. Ajo mësu me thonë ta Okej, tezën. tezën. E tezja aty. A tezja aty, tash agjës tem, tash për me bo, ai gari ma ka bo mu, oj geta tezën. Tezja aty. A tezja aty edhe agja aty. Çka the ke tezja u qyqe? U qyqe. Do me thonë pip aty e bo normal aty. Normalisht. A ke mujt mu ambientu? Se u mësu shqip me shopak. Po, fjallën e parë që jam së për të Qaja, që nuk o shqiptar, po. ma let, dyqysh edhe... Ja. Ka me vetë burin tana është fështirë me mësu shqip, se tha halas po di shqip shumë. Dhe më thonë, na e kena dhonër që 6 vjetë, dhe më thonë e ka një dënim se o dosh me mësu pak ma shpejt gjuhën. Po. Dhe më thonë, e Tasha, meriton unë e dënuna aj. Jo, aj mëre, ato kena me dënu. Kur vjen Kosovë, Jo, aj përpishet me mësu, po qa që është bizin punë edhe është në zona, në IPA company. Me ty fol anglisht. është IPA company. S'ka lidhje, me ty fol anglisht. Me mu fol anglisht, ka njerë edhe shqip, po një akum, shamë, pitham, usta, shreja zonin, usta hajde këto, usta birma që ta, pi kuptan që to. Usta, dhe më thonë, të na u përdorë kja fjallë usta mjeshtër. Po, mjeshtër. edhe është mjeshtër. A mjeshtër? Është. Për me? Po. A të ka regullu tyja? Po. Të ka regullu? Po. Nuk është e vërtetë, e ka në regullu me gjithë, edhe e ka në bukur gjithë qështë. Faleminderit A shumë, mund të më pak në kom genda më falë? Po më do këtë, je zgati qysh. Ha? Mas lindjes, po më do këtë më kanë Sa lindje i bone? 1-4. Edhe dy lindje në tava keme prejkë. Do më thonë, ta lëgoj pak si të karikën, qëtu? Faleminderit. Do më Faleminderit shumë. thonë, lindja të ka zgjatë. Po. Vish përshkon të zgjatë. Po. Bravo. A keni mendu në herë më kësim Kosovë me e tu? Në Kosovë, të them të drejtën, pak vendi i vogël. U rrit pak? Nuk i ka mbati se u rrit pak? Për një me? O, Gilani u bëj madhe tash. U rrit. Po. U bo den... Gilani gjithë u koni madhe, bre. Den viti atje, den kamenicë, u zgat pak. E kom pa që ka shumë ndërtime, Po, e ka vërtet. sene, po më pëlqen shumë, po me jetu jo. Me tu jo, a? Jetës nuk i dihet, në emër të Zotit tam jo, e tash, kur mos tu i kur thojnë, adin për kur gjo. Ka dal. Amo në Kosovë vjen shpesh. Në Kosovë vi, po, për punë ma shumë. Sa herë në Ama kështu vet? më pushem jo. Sa herë në vetë po vjen në Kosovë? Besoj, në mujt vi ka 2 herë. Ka 2 herë, në Po, mujt. në mujt ka 2 herë vi. Ka njerë, ka 1 herë, ka 2 njerë, 2 herë. Ka momente kur edhe 3 vjetë që më konë. 3 vjetë. Po. Masi je martu? Masi jo martu, po. 3 vjetë. 2-3 vjetë që më konë A je mërzit? Jo. Hiq? Jo, po, jo mërzit shumë. Për çka Jo ke mërzit mërzitesh? për krejt, çka për më televiziona, për kamera, Okej. për fanca, për njerëzit, për... Për atë rrugën Prishtinë-Gilan që jalo, i ban 3 orë më shku. Po, Gilanin e kam familjen Gilan, edhe kur shkojnë Kosovën në Gilan rritë familjarët e me, edhe aty nina shumë shlire mirë, edhe pijamat e shkyme që i kam këtu i veshe. Po, ato të shkynet, po. Qatë? Gishtin e qerapës dal. Gishtin e qerapës dal. Gjitha i modhe, ke pas qysh del. Edhe që ashtu rri me një farë kashërrote. Me një kik. Me një kik edhe knashna në Gilan. Kështu që Gilanin se ndroj me... Po më do këtë ban jetën... është vendi ku kom lind. Vendlindja, vëlla, që aty të përshon të Vendlindja, shpirti. A ban jetën e shtrajt, po me nësë. A e bën jetën e Se shtrejt? kam një ide dy qysh të jeton me një gotuj, me një pak bok që e pjek vetë që ty. Po, unë jam Nuk je kështu qashtu. qik me adin... Nuk jam materialiste. E di, se shpirti ytë s'mon më ka materialiste. Unë e kisha pas qef me konë. Po s'jam. Nuk mund është me kanë, unë kam se me ka pellet, po s'moj. Po. Ty s'mund është me kanë ashtu Nuk kur nuk je. nuk jam materialiste, a e du luksen, a e du, po shumë e du, a e du mund dje mirë, jam vezveshë shumë, nëse është, kur dal për qef. Po. Kur del njëri, del për qef me hongër e me pije me re, do me pa pasër e mirë e bukur. Okej. E ato e du.
Okej. Nuk do me thonë me konë luks, po me konë pasër, bukur, mirë, edhe me konë muhabeti mirë, edhe me konë bereqet. Më konë komod. Edhe me konë komod, apo Okej. kuptan. Shembo në first class, a kom qef me jetun me fluturu në Amerikë në first class, po. Ishtrinë edhe kom, ti e Edhe gatë. ishtrinë edhe kom, 2 edhe metra, krejt, është qysh. shumë ma mirë. E vërtet. Se është që luksi është normal mirëseardhëm. i mirëseardhëm, A po. jeton luks? A jetoj? Tash, po. Ka momente që jetoj, po. Ka moment që jeton? Po, Okej. po. Sa pare duhen ti për me jetu mirë një muaj për shumë? Mu së më dalin. Sa do që të ka nuk dalin. Nuk më dalin, jo. It's Okej. never enough. Kur s'është boll? Kur së është bo? Okej, po ti besoj, a ke mendon Po s'manim për A pare. ke mendon herë me jetu me rrogë për shkak, më shumë me punu. Kështu. Para me na më shumë me punu. Në administrat. I shkon najsa në punë 8 mëngjes. Po, punoj. Punoj, mora? A i pan punë të shtëpisë po? Po, A okej. ki kësi shëptore, kësi tri pash këtu? Shëptore. Ka, që po. të ndihmojnë. Ka. Ka. Po. A të kanë gjerezu kolegë kur je hi mas pojë në stratë, se hi, të shush këtë kontra ke hiti. Kur ja ke pa nisa. Tash unë se dia kanë gjelozua jo. A i ke pa? Kanë he Po shiet. s'kom dit mi pa, të kisha dit mi pa, isha kon... Qysh ishe kanë? Isha kon... Shumë pyetje e mirë. Ishe kanë që kjo që i se së ndryshanti. Po. Së ndryshanti. Po më nxera, Ja, së faleminderit. ndryshanti. Jo, po nga më veç pak. A din qysh isha kon? Do sene që po mungojnë për momentin, nuk kishin mungu. Nuk kishin mungu se kisha dit prej atëherë. E që ka të mungon për momentin? Te po mungon. Unë jam këtu. Po Shka tash po mungon? erdhe. Po, Po te m'ke do- mungu dhe shtash. Abo, kur nuk është vonë. Kur nuk Kur është nuk vonë. është vonë, dhe më thonë, vjen edhe që po t'intervista E dhe... jetës nuk i Nuk i dihet. dihet. A kimi u këthy tash të muzikës si kur në fillim? Veç i lumi Allah e dinat. Lume Allah e din, po ti dush Jo, 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 na thonë, diçka se e di që ti e din. A kështë posë e mu këthy, që që ke nisë? Qysh ja kom nis? Po. Jo, absolutisht. Ose, a do mja nisë ku e ke lanë? Po, ato po. Ku e kom lon edhe veç jam të A janis. mo di që shumë nalë të ke lanë? Se di ku e kom lon. Shumë nalë të ke lon. Muzik veç du me bo. Shumë Veç nalë du të me ke knu, me bo muzik, mi pa fanë, sa të me knu. Edhe Me shku në koncerte? Me shku në koncerte. Se di a jam gati për koncerte. Veç me bo muzike, me kon studio, me bo këngë Si po. të bëjsh muzikë, si të bëjsh këngë, ato vinë, që ato janë ato? Inshallah, ta këshyrim. Ato vinë. A kemi shti fëmi në muzikë, fëmi tu? Nëse djali po mdoket ka talent për muzik, Okej. edhe ka, dyqysh edhe ka të fole, ka zonin, po edhe qika që ashtu, po më rëqëshjo. Okej. Burja kënon? Po, Kënon? knojnë atan. Akcent? Do thonë, akcent? Edhe kësen, taka. Ta kanë edhe zanot me valzu kështu. Po. Janë edhe kështu popull që dojnë muzikën ata. Edhe qëre, unë du me përmeni sen se Përmeni, ambienti me stilin e intervjistës tonë nuk shkon shumë, për ndryshe e di që ki me bo një super intervjist. Që ka dhe me bu në Prishtinë. Edhe adin qka? E di se nalt është u kalla atmosfera, Po. është ditëlindja e burrit tem edhe 6 vjetori, kështu që kjo intervistë me ato nalt se di që shka me shku veç I lidhim na. ti I lidhim na, mos je bana legend, Tash ku e shkojmë gjallë edhe ti ki me bu ma të mirën. Tash ku shkojmë të nalë të gjojmë burri me një 6 femna edhe e kollim lojën, dhondrin. A për që ato jetu muajti ka gjatë këto ahet më ma shpesh. Ma bë gjinabe dhondrin, ka të lindjen. Ne, do na më shku. A je gjeloze? Pak po. A je gjeloze? Ta zhelozova për momentin. Aja është? Aj heq. Fëllime, a? Jo se së më danë. Ton kja qikë me të gjelozu. Ka një herë Jo, nuk gjelozoj. Ajo është i kulturu. One, Ajo marë mrena. E vërtet. E marë mrena. Po, E marë e mrena. vërtet. Gen, a kime kongën kur kime publiku? Do këtë nëse zga Kongën ko me publiku shumë shpejt. Hajde tash se si di do atat. Nuk e dina, okej, mirë. Jo. Qka ju thu këtë publiku shqiptar që të ka dasht fort, edhe të ka përkra fort, edhe ju ke dhonë dashni edhe energji edhe atë shpirtin këtë publiku që të ka ndëgju tashe 20 e sa vjetë o banën? 21. 21 vjetë. Po. Qa kime thonë këtyne njerëzve, këtyne shpirta, këtyne... Ha, të kanë dasht qaq fort, të kanë supportu qaq fort, që qa kështë këthy këtyne? Unë veç më imi a këthy me këngë, edhe me këngë të bukra, me energji pozitive.
me gjithë shka shka muj me bo, vetëm ju dhuru dashuri edhe ndjenjet bukra të gjithë publiku jam. Edhe i dua shumë, edhe më ka marrë malli shumë, edhe ju falenderoj shumë që keni qenë besnik ndaj meje. Kam çka me thonë mas që një fjallëve të gendës që i tha, i ka mush si pak me latë, po... Pa tjetër që po, se unë jom rrit me... 20 vjetë nuk janë 20 ditë, janë shumë. Po. 21 vjetë, ja ke dhënë shpirtin publikut, kështu që ata të presin që ti mi e dhënë edhe njëherë shpirtin. Publikut kom i dhuru këngë të bukra, energji të mirë, energji pozitive, kom mënu me pasunu vetën të lexu edhe me informu vetën sa ma shumë për ata edhe për ato të cilët ka nevojë për neve. Edhe me mujt me dhuru një mesazh pozitiv nëpërmjet këngëve, nëpërmjet intervistave, sido që tjetë kjo kom mënu. Me bo ma të mirën, edhe mja u dhonë keq shpirtin. Kime arrit se mja u dhonë shpirtin se se veç ja kom dhonë. Kur të ka pati publiku me qatë energji, dhe më thonë, fort keq me konjeri kur të ashet energji kështu, ja këthen buzëqeshin. Kështu që ktheu sa ma shpejt, që e këthim faktikisht tje, po hajde e kallim sa ma shpejt. Po, unë do të kthehem, po unë vetë me gjithë juve, me krejt popullin shqiptar, me krejt fansat e me gjithë televizionet që më kam përkra, me dashamirët e muzikës tem, fansat e muzikës tem, me krejt juve edhe unë më më kone fort. Ju dua shumë. Shihemi në studio Kismet. Urime ditëlindjen usta. Urime ditëlindjen dhonër, i bafsh edhe... Sa? 100 Edhe pak. 100, nuk janë shumë 100. Okej, 100. 100 nuk janë shumë, për Marakli. Ciao!